në mes të varfërisë, një robaqepse dhe vajza e saj vendosin të ushqejnë një burr të pastre. Gjesti i thjesht zgjon kujtime të fjetura dhe fillon një lidhje që do të ndryshojë jetën e tyre përgjithmonë. Por kur e kaluara e burrit rishfaqet në mënyrë të papritur, të gjithë përballen me zgjedhje që transformojnë fatet e tyre. Nëse ju intereson kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të na tregoni nga cili qytet po na shikoni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Trafiku në Unazën e Madhe ishte çuditërisht i qetë atë pasdite të enjte. Artan Gashi vështronte nga dritarja e makinës luksoze ujërat e errëta të lumit lanë që pasqyronin qiellin portokalli të Muzgut Tiranas. Shoferi i tij, Zoti Petrit, e drejtonte automjetin me saktësinë e dikujt që njihte çdo grop, çdo semafor, çdo rrugicë të atij qyteti të pafund. Artani liroi kravatën italiane dhe pshertiu thellë. Edhe një ditë, edhe një mbledhje e pafundme, edhe një marrëveshje e mbyllur. Shifrat e kompanisë nuk kishin qenë kurrë kaq të mira, aksionet rriteshin vazhdimisht, investitorët buzëqeshnin të kënaqur. Por asgjë nga këto nuk kishte vërtet rëndësi. Zoti Petrit e pa nga pasqyra dhe vuri re shprehjen e largët të shefit të tij. E njihte atë burr prej 15 vitesh që para se gjithçka të ndryshonte. Që para se vila në kodrat e Farkës të bëhej një mauzole i heshtur. Që para se Sofia e vogël të pushonte së foluri. Artani nxori celularin nga xhepi i brendshëm i xhaketës dhe kontrolloi ekranin. 17 mesazhe të palexuara, të gjitha të lidhura me punën. Asnjë nuk kishte rëndësi. E futi sërish aparatin në xhep dhe u kthye të shikonte nga dritarja. Dritat e qytetit filluan të ndizeshin njëra pas tjetrës si yje toksore që lajmëronin ardhjen e natës. 2 vjet. Ishin bërë 2 vjet që kur Lulieta ishte larguar. 2 vjet që kur shtëpia kishte humbur zemrën e saj. 2 vjet që kur e qeshura e Sofis nuk kishte kumbuar më nëpër korridore. Vajza ishte vetëm 3 vjeç kur ndodhi. Tani, në moshën 5 vjeçare, ishte sikur mbante mbi shpinë peshën e një jete të tërë dhimbjeje. Mjekët thoshin se ishte mutizëm selektiv, një përgjigje traumatike ndaj humbjes. Psikolog, terapist, specialist të gjitha llojeve kishin parakaluar në përvil. Të gjithë me teoritë e tyre, të gjithë me metodat e tyre, të gjithë duke premtuar rezultate. Asgjë nuk funksionoi. Sofia thjesht u mbyll në botën e saj, një vend ku fjalët nuk ekzistonin më. Artanit i kujtoi çdo detaj i atyre ditëve të tmerrshme. Lulieta kishte qenë gjithmonë e fortë, gjithmonë drita e shtëpisë. Kur u sëmur, i fsheu simptomat për muaj me radhë, duke mos dashur të shqetësonte askën. Kur më në fund pranoi të shkonte në spital, ishte tepër vonë. Mjekët bën gjithçka që mundën, por disa betejë thjesht nuk mund të fitohen. Ajo u largua një mëngjes vjeshte, me gjethet që binin jashtë dhe qiellin e hirt si plumë. Sofia ishte në kopsht. Artani ende pyeste veten nëse kishte bërë mirë që nuk e la të përshëndetej. Ndoshta, po ta kishte lejuar, vajza nuk do të mbante kaq shumë brenda vetes. Makina filloi të ngjitej në rrugën me pemë që të çonte te vila. Kurorat e pemëve formonin një tunel të gjelbër mbi asfalt. Ishte një nga lagjet më ekskluzive pranë liçenit të Farkës, ku çdo shtëpi ishte një pallat i vogël dhe privatësia garantohej nga mure të larta dhe siguri e dukshme. Shtëpia e familjes Gashi ishte veçanërisht madhështore, me 3 katet e saj, kopshtet e gjera dhe një fasadë neoklasike që Lulieta e kishte zgjedhur personalisht. Zoti Petrit parkoi në garazh në 6:45. Artani pa orën dhe rudhi vetullat. Duhej të arrinte vetëm në 7:15. Fluturimi i kthimit nga Prishtina ishte nisur më herët, duke përfituar nga një dritare më e mirë e trafikut ajror. Ai kishte tentuar të lajmëronte, por telefonata nuk u lidh. Sidoqoftë, mendoi ai. Nuk kishte rëndësi nëse arrinte tani apo pas gjysmë ore. Rutina do të ishte e njëjtë, të hynte nga dera e pasme, të ngjitej në dhomë, të ndëronte rrobat, të darkonte vetëm në zyrë ndërsa Sofia hante në dhomën e saj nën syt vigjilent të zonjës Irena. Zonja Irena. Guvernantja e familjes prej më shumë se një dekade. Një grua rreth të 60-tave, me qëndrim të ngurtë, flokët të mbledhur në një topuz të shtrënguar, shprehje përhershmërisht serioze.
Ajo kishte qenë një shkëmb gjatë ditëve të vështira, duke organizuar gjithçka, duke mbajtur shtëpinë në funksionim, duke u kujdesur për Sofin me efikasitet ushtarake. Artani e dinte se duhej të ishte mirënjohës, por kishte diçka te zonja Irena që gjithmonë e kishte bezdisur. Ndoshta ishte ftohtësia, mënyra se si i trajtonte të gjithë punonjësit e tjerë me përbuzje, forma se si dukej se gjykonte çdo vendim që ai merrte në lidhje me të bien. Artani mori çantën, falenderoi Zotin Petrit dhe hyri nga dera anësore që të çonte direkt në hollin e hyrjes. Shtëpia ishte e heshtur si gjithmonë. Mermeri i qelët i dyshemes pasqyronte dritën e llampadarëve të kristalt. Piktura të shtrenjta zbukuronin muret. Gjithçka e patëmet, gjithçka në vendin e vet, gjithçka pa jetë. Ai la çantën mbi komodin franceze dhe filloi të lironte kravatën. Atëherë e dëgjoi. Një e qeshur. E kthjellët, e pastër, absolutisht e pagabueshme. Artani ngriu. Zemra i rahu fort. Për një çast mendoi se po delironte, se lodhja dhe stresi më në fund i kishin kërkuar llogari. Por jo. Tingulli erdhi sërish, më i fort këtë herë. Një e qeshur fëminore, plot gëzim, që kumbonte nga diku brenda shtëpisë. Sofia. Këmbët i lëvizën para se truri i tij të mund të përpunonte plotësisht atë që po ndodhte. Ai përshkoi hollin, kaloi nëpër dhomën e ndenjes, mori kthesën në korridorin që të çonte në krahun privat të shtëpisë. Tingulli vinte nga kuzhina. Artani shpejtoi hapin, zemra i rrite aq fort sa mund ta dëgjonte në veshët e tij. Kur arriti te dera e kuzhinës, skena para tij e bëri të ndalonte befas. Sofia ishte ulur mbi supet e një vajze të re që ai nuk e kishte parë kur më parë. Vajza i mbante flokët gështenjë të vajzës me të dyja duart e vogla, duke qeshur pa kontroll ndërsa gruaja rrotullohej butësisht, duke bërë lëvizje të egzageruara sikur të ishte një avion. Drita e artë e pasdites hynte nga dritaret e gjera, duke e larë të gjithë skenën në një ndriçim pothuajse jo real. Vajza ishte e re, duhet të ishte rreth të 20-tave. Veshur me një uniform të thjesht shërbëtoreje, por kishte diçka në fytyrën e saj që të tërhiqte vëmendjen. Ishte buzëqeshja. Një buzëqeshje e sinqertë, e hapur, nga ato që ndriçojnë të gjithë fytyrën. Ajo këndonte një këngë ndërsa lëvizte, plotësisht e pavetdijshme për praninë e tij. Dhe Sofia. Sofia e tij e vogël. Vajza që nuk shqiptonte asnjë fjalë prej 2 vitesh. Fëmia që i kalonte ditët në një melankoli të heshtur, që mezi reagonte ndaj stimujve, që jetonte në një fluskë të padepërtueshme trishtimi. Aty ishte ajo, duke qeshur sikur të mos kishte pushuar kurrë, sikur 2 vitet e fundit të ishin vetëm një makt i largët. Më lart, avion, më lart, bërtiste Sofia, zëri i saj i holl duke çar ajrin si një muzikë e harruar prej kohësh. Artani ndjeu se këmbët po i dridheshin. U mbështet te pragu i derës. Një val emocionesh kontradiktore e goditi si një tsunami. Lehtësim. Gëzim. Konfuzion. Dhe diçka tjetër. Diçka e errët dhe instinktive që ai nuk mund ta emërtonte menjëherë. Vajza e re më në fund e vuri re praninë e tij. U rrotullua ngadalë, buzëqeshja ende në fytyrë, por duke filluar të shuej kur pa shprehjen e tij. Sytë e saj, të mëdhenj dhe ngjyrë kafe, u zgjeruan lehtë. Mirdita, zotëri, tha ajo, zëri i qetë por me një prekje nervozizmi. Nuk ju prisnim kaq herët. Artani nuk u përgjigj. Sytë e tij ishin të ngulitur te Sofia. Edhe vajza e kishte parë tani. Fytyra e saj ndryshoi. Gëzimi i la vendin diçkaje që dukej si frikë. Ajo u kap më fort pas flokëve të vajzës. Atëherë ndjenja e errët brenda Artanit mori formë dhe emër. Xhelozi. Jo xhelozi e zakonshme, por diçka më e thellë. Zili. Inat. Ajo grua, një e huaj e plot, kishte arritur në ditë, ndoshta javë, atë që ai nuk e kishte arritur në 2 vjet. Ajo e kishte kthyer të bien në jetë. Dhe Sofia, bia e tij, duke i mërehat në krahët e kësaj të panjohure se sa kishte qenë ndonjëherë në të tillë. Kush je ti? Pyeti ai, zëri i doli më i ashpër se sa kishte ndërmend. Marina, zotëri. Marina Krasniqi. Jam punësuar para 3 javësh për të ndihmuar në kuzhinë dhe me pastrimin. 3 javë. Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. 3 javë dhe ajo tashmë kishte arritur të thyente barierën që ai, baba i saj, nuk kishte mundur ta thyente në 2 vjet.
Dhe pse është bia ime mbi supet e tua, vazhdoi ai, çdo fjalë e ngarkuar me një tension që mezi e kontrollonte. Marina hezitoi. Ajo po ndihmonte për të bërë biskota, zotëri. Donte të arrinte vazot në raftin e lartë. Unë thjesht. Thjesht çfarë? E ndërpreu ai, duke bërë një hap brenda kuzhinës. Vendose se ishte e përshtatshme ta përdorje bien time sikur të ishte një lodër? Jo, zotëri, kur, filloi Marina, fytyra duke ju zbehur. Babi, jo, zëri i Sofis çau ajrin si një rufe. Artani ngriu sërish. Babi. Ajo e kishte quajtur babi. Pas kaq shumë kohë në heshtje, fjala e parë që i drejtoi atij në vite ishte një lutje. Një lutje që mbronte dikë tjetër. Diçka brenda tij u thye. Një zemërim iracional i ushqyer nga muaj frustrimi, pa fuqie, netësh pa gjumë duke pyetur veten se çfarë kishte bërë gabim, shpërtheu si një vulkan. Hiqe bien time nga supet e tua tani, urdhëroi ai, zëri duke kumbuar nëpër muret me pllaka të kuzhinës. Marina u bind menjëherë, duke u ulur me kujdes për ta lënë Sofin në tokë. Por vajza nuk e lëshoi. Ajo u kap pas qafës së vajzës, këmbët e vogla duke i rrethuar belin, fytyrën e vogël të fshehur në supin e saj. Jo, babi, mos e përz, ankoi Sofia, zëri i mbytur por qartësisht i dëgjueshëm. Çdo fjalë ishte një thik në zemrën e Artanit. Bia e tij po fliste. Po fliste vërtet. Por nuk po fliste me të. Po fliste për shkak të dikujt tjetër. Për të mbrojtur dikë tjetër. Sofia, eja këtu, ai shtriu krahët duke u përpjekur të kontrollonte dridhjen në zërin e tij. Jo, vajza shtrëngoi edhe më fort për qafimin me Marinën. Në atë moment, zonja Irena hyri në kuzhinë. Prania e saj ishte si një rrym ajri e ftohtë. Ajo e vlerësoi situatën në një çast, sytë e saj të vegjël dhe të mprehtë nuk humbën asnjë detaj. Zoti Gashi, tha ajo, zëri i prerës. Sa mirë që erdhët. Doja të flisja me ju për këtë situatë sa më shpejt të ishte e mundur. Çfarë situate? Artani u kthye nga ajo, mirënjohës për ndërprerjen por edhe i irrituar. Zonja Irena eci derisa u vendos pranë tij, duart e kryqëzuara para trupit në një qëndrim që transmetonte autoritet dhe mosmiratim në masë të barabartë. Kjo vajzë, bëri ajo një gjest për buzës drejt Marinës, është sjell në mënyrë krejtësisht të papërshtatshme me vajzën Sofia. E kam paralajmëruar vazhdimisht se duhet të mbaj distancë, se nuk duhet të përpiqet të krijoj këto lidhje, por ajo këmbëngul të mos bindet. Unë vetëm po luaja me të, protestoi Marina, zëri duke i dridhur lehtë. Ajo duke i kaq e trishtuar, unë thjesht doja. Zotëria nuk ju ka punësuar për të luajtur, e preu ftohtë zonja Irena. Ju ka punësuar për të pastruar dhe gatuar. Asgjë më shumë. Por ajo po qesh, Marina tregoi të dukshmen, sytë i shkëlqenin nga një përzierje frustrimi dhe vendosmërie. Ajo është e lumtur. A nuk është kjo ajo që ka rëndësi? Ajo që ka rëndësi, zonja Irena bëri një hap përpara, është se ju po i kaloni kufit tuaj. Vajza Sofia është nën kujdesin tim. Gjithmonë ka qenë. Dhe nuk kam nevojë për ndonjë shërbëtore që dëshiron të bëhet heroina e situatës. Artani vëzhgonte shkëmbimin mes dy grave, mendja e tij përpiqej të përpunonte gjithçka që po ndodhte. Kishte të drejtë zonja Irena? Po përpiqej Marina të manipulonte situatën? Apo ishte e kundërta? A kishte diçka tjetër që po ndodhte aty që ai nuk po e shihte? Sofia, tha ai sërish, këtë herë me më shumë vendosmëri. Eja me babin. Vajza më në fund ngriti fytyrën nga supi i Marinës. Sytë e saj ishin plot lodh. Ajo e pa të atin dhe në atë vështrim Artani pa diçka që e tronditi deri në shpirt. Frikë. Bia e tij kishte frikë prej tij. Të lutem, mos e përz Marinën, pëshpëriti Sofia. Askush nuk do të largohet, u përgjigj Artani automatikisht, megjithse nuk ishte i sigurt nëse ishte e vërtetë. Zonja Irena u kollit me zë të lartë. Me gjithë respektin, zotëri, mendoj se duhet ta rishikoni qëndrimin e kësaj vajze në shtëpi. Ajo qartësisht nuk i kupton kufit e duhur. Marina hapi gojen për të protestuar, por Artani ngriti dorën duke i heshtur të gjithë. Koka i dhimbte. Dita kishte qenë e gjatë, udhëtimi i lodhshëm, dhe tani kjo. Gjithçka që donte ishte heshtje. Paqe. Por paqja e kishte braktisur prej kohësh atë shtëpi. Të gjithë në vendet tuaja, urdhëroi ai.
Marina, ktheu në punë. Zonja Irena, duhet të flasim. Sofia, ai u ul, duke u vendosur në lartësinë e së bijës. Ti do të hash darkë dhe pastaj do të shkosh në shtrat. Nesër flasim. Por babi, filloi Sofia. Pa por, e preu ai, më ashpër se sa kishte ndërmend. Vajza u tërhoq sikur ta kishin goditur me shuplar. Lotët e saj filluan të binin në heshtje. Marina instinktivisht bëri një hap përpara, sikur të donte të ngushëllonte fëmijën, por zonja Irena e kapi për krahu me forcë. Ke bërë mjaftueshëm, i fërshëlleu guvernantja. Marina u shkëput me forcë, por nuk ju afrua sërish Sofis. Në vend të kësaj, e pa Artanin me një shprehje që përziente zhgënjim dhe diçka që dukej si mëshirë. Mëshirë për të. Më falni, zotëri, tha ajo me zë të ulët dhe doli nga kuzhina me hapa të shpejtë. Sofia dënesi me zë të lartë dhe vrapoi pas saj. Zonja Irena e ndaloi me lehtësi, duke e marrë vajzën në krah pavarësisht protestave. Fëmia shkelmonte, bërtiste, thërriste Marinën vazhdimisht, por guvernantja e mbajti fort dhe doli nga kuzhina, duke e çuar drejt dhomës së saj. Artani mbeti vetëm në kuzhinë. Heshtja që gjithmonë banonte në atë shtëpi u kthye ta mbështillte si një batanie e rëndë. Por tani ishte ndryshe. Tani ai e dinte se heshtja nuk ishte e pashmangshme. Bia e tij mund të fliste. Mund të qeshte. Mund të ishte e lumtur. Vetëm jo me të. Ai ju afrua banakut ku kishte mbetje brumi biskotash dhe forma të shpërndara. Mori një nga format. Ishte në formë ylli. Lulieta bënte biskota me Sofin. Ishte një traditë e tyre të shtunave në mëngjes. Ai kur nuk merrte pjesë, gjithmonë tepër i zënë me punë. Artani e lëshoi formën përsëri në banak dhe doli nga kuzhina. U ngjit shkallëve drejt dhomës së Sofis. Mund ta dëgjonte vajzën duke qarë brenda. Ndaloi para derës, dora në dorez, por nuk arriti ta hapte. Çfarë do të thoshte? Si do ta shpjegonte? Si do ta bënte bien e tij të kuptonte se ai po përpiqej ta mbronte, edhe pse ajo nuk e shihte në atë mënyrë? Dëgjoi zërin e zonjës Irena brenda, të prerë dhe të kontrolluar, duke i thënë Sofis të ndalonte dramën, se duhej të hante dhe të sillej mirë. Nuk kishte përkëdhelin në atë zë. Nuk kishte ngrohtësinë që kishte dëgjuar në zërin e Marinës. Artani u largua nga dera dhe shkoi në dhomën e tij. U mbyll brenda dhe shkoi direkt te garderoba. Në fund, në një kuti që ai rrallë e hapte, ishin fotot e Lulietës. Mori një ku ajo shfaqej shtatzën me Sofin, duke i buzëqeshur kamerës me atë buzëqeshje që ndriçonte çdo ambient. Çfarë të bëj, Lul, i pëshpëriti fotos. Çfarë të bëj për ta kthyer vajzën tonë? Fotoja, natyrisht, nuk u përgjigj. Por ndërsa Artani shikonte atë fytyrë të dashur, një siguri filloi të formohej në mendjen e tij. Diçka nuk shkonte. Kishte diçka që ndodhte në shtëpinë e tij që ai nuk po e shihte. Dhe ai duhej të zbulonte se çfarë. Më vonë atë natë, pas një darke që mezi e preku, Artani shkoi në zyrën e tij. Ishte një dhomë e gjerë në katin e dytë, me rafte are plot me libra që ai kur nuk kishte pasur kohë t'i lexonte, një tavolinë madhështore pune dhe, në një cep, një sistem sigurie që monitoronte çdo centimetër të pronës. Kamerat ishin instaluar pasi Lulieta u sëmur. Ishte një mas sigurie, than ata. Për të mbrojtur Sofin. Artani rrallë i shikonte regjistrimet. I besonte zonjës Irena për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Por tani, ai ndezi sistemin dhe filloi të kthente regjistrimet. Filloi nga ajo pasdite, por shpejt kuptoi se duhej të shihte më shumë. U kthye ditë, javë. Dhe ajo që pa e la të ngrirë. Marina vërtet luante me Sofin. Por nuk ishte vetëm kaq. Ajo bisedonte me vajzën, i lexonte përralla, vizatonte me të. Dhe Sofia përgjigjej. Jo me fjalë, jo në fillim. Por me buzëqeshje të ndrojtura, me pohime me kokë, me një dritë në sy që Artani nuk e kishte parë prej kohësh. Dhe zonja Irena? Imazhet tregonin një realitet tjetër. Ajo e trajtonte Sofin me indiferencë kur nuk kishte njeri afër. I fliste vajzës ashpër duke e qortuar për gabime të vogla. Në një nga regjistrimet, Artani pa zonjën Irena t'i hiqte një lodër nga duart Sofis me brutalitet, duke i thënë se vajzat që nuk flisnin nuk meritonin të luanin. Por kishte më shumë. Shumë më shumë.
Dhe ajo që Artani zbuloi në orët në vijim do të ndryshonte gjithçka. Në një nga regjistrimet e 3 ditëve më parë, ai pa zonjën Irena duke hyrë në dhomën e Luljetës. Dhoma ishte e mbyllur që nga largimi i saj. Artani nuk kishte guxim të hynte atje. Ishte si një faltore. Guvernantja pa anash duke u siguruar se ishte vetëm dhe pastaj hapi një nga sirtarët e komodinës. Nxori prej andej një kuti të vogël. Artani e njohu menjëherë. Ishte kutia e bijuterive që i kishte dhuruar Luljetës në përvjetorin e parë të martesës. Brenda kishte një gjerdan diamanti, një pjesë unike me vlerë mbi 200.000 euro. Zonja Irena hapi kutin, mori gjerdanin, e ekzaminoi kundër dritës dhe pastaj e futi në xhepin e saj. Më pas, me lëvizje të llogaritura, mori disa shami që ishin në sirtar dhe i vendosi brenda kutisë duke i dhënë volum. Mbylli gjithçka dhe e vendosi përsëri në vend. Artani e pa skenën 3 herë për t'u siguruar për atë që po shite. Zonja Irena kishte vjedhur gjerdanin. Dhe nuk ishte gjithçka. Duke vazhduar të shite regjistrimet, ai gjeti një skenë tjetër, këtë herë 2 ditë më parë. Marina ishte në lavanderi duke palosur rroba. Zonja Irena hyri me një qese. Nga kamerat nuk ishte e mundur të shihej se çfarë kishte brenda, por gjua e trupit të 2 grave tregonte historinë. Zonja Irena akuzonte Marinën për diçka. Vajza mohonte me forcë, lotët i rridhnin në përfaqe. Guvernantja tregonte diçka që ishte në qese. Marina ra në gjunjë, ende duke mohuar. Zonja Irena e kërcënonte me gisht, goja e saj lëvizte në fjalë që Artani nuk mund t'i dëgjonte, por që ishin qartësisht mizore. Më pas, zonja Irena doli nga lavanderia duke marrë qesen. Marina mbeti në dysheme, duke qarë. Artani duhej të dinte se çfarë kishte në atë qese. Ai përshpejtoi regjistrimet duke ndjekur lëvizjet e zonjës Irena. Ajo shkoi në dhomën e Marinës, hyri pa trokitur dhe e fsheu qesen brenda dollapit të vajzës. Pastaj doli me një buzëqeshje kënaqësie në fytyrë. Kurthi ishte ngritur. Zonja Irena kishte vjedhur gjerdanin, planifikonte të fajsonte Marinën dhe kështu të shpëtonte prej saj. Pyetja ishte pse? Çfarë kërcënimi përfaqësonte Marina për guvernanten? Përgjigja erdhi kur Artani u kthye edhe më shumë në regjistrime. Gjeti një skenë të gati një muaj më parë. Zonja Irena ishte në zyrën e tij, të njëjtën ku ai ishte tani. Ajo ishte në telefon. Artani e rriti volumin në maksimum, por edhe ashtu mezi dëgjonte. Aktivizoi funksionin e titrave automatik të sistemit. Fjalët filluan të shfaqeshin në ekran. Duhet të kuptosh, thoshte zonja Irena në telefon. Nëse kjo vajzë fillon të flasë përsëri, nëse ajo shërohet, ai nuk do të ketë më nevojë për mua. Do të humbas gjithçka që kam ndërtuar këtu. Kjo shtëpi, kjo punë, është gjithçka që kam. Nuk do të lejoj asnjë shërbëtore të vogël ta shkatërroj këtë. Kishte një pauzë ndërsa personi në anën tjetër fliste. Jo, ajo është e zgjuar. Duhet të jem e kujdesshme. Por do të gjej një mënyrë. Gjithmonë gjej. Artani e fiku regjistrimin. Duart i dridheshin. Zemërimi që kishte ndjerë më parë nuk ishte asgjë në krahasim me atë që ndjente tani. Zonja Irena nuk po kujdesej për Sofin. Po sabotonte shërimin e saj. Dhe gjithçka nga frika se mos humbiste punën, statusin, pozitën e pushtetit që kishte në atë shtëpi. Ai pa orën. Ishte pothuajse mesnatë. E gjithë shtëpia flinte. Por Artani e dinte se nuk do të mund të flinte derisa ta zgjidhte këtë çështje. Ai i ruajti regjistrimet më të rëndësishme në një USB, fiku sistemin dhe doli nga zyra. Ndaloi së pari para dhomës së Sofisë. Hapi derën ngadalë. Vajza flinte e mbledhur, fytyra ende e shenjuar nga lotët. Pranë shtratit, në dysheme, ishte një vizatim. Artani e mori dhe e çoi te drita e korridorit. Ishte një vizatim i 3 personave. Një i madh, një mesatar dhe një i vogël. Të gjithë të kapur për dore, të gjithë duke buzëqeshur. Poshtë, me shkrimin e pasigurt të një fëmije 5 vjeçar, shkruaj: unë, Marina dhe babi. Artani ndjeu lotët t'i digjinin syt. Bia e tij donte një familje. Donte dashuri. Donte dikë që të luante me të, që ta bënte të qeshte, që ta trajtonte si fëmijë dhe jo si një projekt të prishur që duhej rregulluar.
Ai e palosi vizatimin me kujdes dhe e futi në xhep. Më pas, shkoi në dhomën e zonjës Irena. Trokitit në derë me forcë. 1 herë, 2, 3. Dëgjoj lëvizje brenda, hapa që afroheshin. Dera u hap dhe zonja Irena u shfaq, e veshur me një robë dishan të errët, flokët e lëshuar për herë të parë që ai shihte, shpreha e irrituar. Zoti Gashi, është pothuajse mesnatë. Çfarë? Duhet të flasim, e ndërpreu Artani. Tani. Për çfarë? Pyeti ajo, por kishte diçka në zërin e saj. Një prekje nervozizmi që përpiqej ta fshite. Për një gjerdan diamanti. Për një qese misterioze. Për biseda telefonike. Për gjithçka që ke bërë pas shpinës sime. Artani pa fytyrën e saj të ndryshonte. Maska e autoritetit që ajo gjithmonë mbante filloi të çahej. Sytë e saj u zgjeruan lehtë, goja ju hap, por asnjë tingull nuk doli. Në zyrën time, urdhëroi ai. 5 minuta. Dhe të sugjeroj të mendosh shumë mirë se çfarë do të thuash. Ai u kthye dhe zbriti shkallët, pa pritur për një përgjigje. Hapat e tij kumbonin në mermer. Për herë të parë në 2 vjet, Artan Gashi ndjente se ishte në kontroll. Dhe këtë herë, ai nuk do të lejonte askënd të lëndonte përsëri të bien. Përballja ishte gati të fillonte. Dhe e vërteta, e gjithë ajo, ishte gati të dilte në drigë. Artani ndezi vetëm llambën e tavolinës së zyrës, duke krijuar një atmosferë marrjeje në pyetje. Lidhi USB-n me kompjuterin dhe priti, gishtat duke trokitur lehtë mbi sipërfaqen e drurit të arrës. Çdo sekond dukej si një përjetësi. Nga dritarja, shihte dritat e vilave të Farkës që vezullonin në distancë, secila duke përfaqësuar një jetë, një familje, probleme dhe gëzime që ai kurrë nuk do t'i njihte. Por tani, për herë të parë pas shumë kohësh, ai ishte plotësisht i përqendruar në shtëpinë e tij, në familjen e tij. Dera u hap dhe zonja Irena hyri. Ajo ishte rregulluar, flokët përsëri të mbledhur në topuzin e patëmet, robë dishani i zëvendësuar me një veshje formale. Ishte sikur po përgatitej për një betejë. Ajo e mbylli derën pas vetes me kujdes dhe eci derisa u ndal para tavolinës, duart e kryqëzuara para trupit në atë qëndrim që Artani e njihte aq mirë. Zoti Gashi, filloi ajo, zëri i kontrolluar por me një prekje tensioni që nuk arrinte ta fshihte plotësisht. Më trembët duke trokitur në derë në atë mënyrë. Nëse ka diçka që kam bërë për t'ju mërzitur, ju lutem ma thoni qartë që të mund ta korrigjoj. Artani u mbështet në karrige, duke studiuar fytyrën e saj. Zonja Irena kishte qenë gjithmonë e aftë për të ruajtur gjaktësinë. Edhe tani, me gjithçka që po shembej rreth saj, ajo përpiqej të mbante kontrollin. Sa vite? Pyeti ai pa pritur. Ajo puliti syt, e hutuar. Më falni? Sa vite ke që punon për mua, zonja Irena? 12 vjet, zotëri. Që kur ju dhe zonja Lulieta u transferuat në këtë shtëpi. 12 vjet, përsëriti Artani, duke pohuar ngadalë me kokë. 12 vjet besim. 12 vjet në të cilat të lash të kujdeseshe për shtëpinë time, për familjen time. 12 vjet në të cilat kur nuk i vura në dyshim vendimet apo metodat e tua. Zonja Irena qëndroi në heshtje, por sytë e saj u ngushtuan lehtë. Ajo e dinte se diçka po vinte, por ende nuk e dinte saktësisht se çfarë. Dhe gjatë këtyre 12 viteve, vazhdoi Artani, duke rrotulluar monitorin e kompjuterit në mënyrë që ajo të shihte ekranin, mendoje se nuk do ta zbuloja kurrë. Në ekran, e ngrirë, ishte imazhi i saj duke hyrë në dhomën e Lulietës me kutinë e bishuterive në dorë. Ngjyra u zhduk nga fytyra e zonjës Irena. Duart e saj, më parë të kryqëzuara fort, filluan të dridheshin. Zotëri, unë mund ta shpjegoj, filloi ajo, zëri duke i dështuar. Mundesh? Artani shtypi butonin play. Atëherë ma shpjego këtë. Ata pan në heshtje ndërsa skena shpalosej në ekran. Zonja Irena duke hapur sirtarin, duke marrë gjerdanin, duke e fshehur në xhep. Kur mbaroi, Artani e ndaloi përsëri dhe u kthye ta shikonte. 200.000 euro, tha ai qetësisht. Gjerdani vlente 200.000 euro. Nuk ishte thjesht një bishuteri e shtrenjtë, zonja Irena. Ishte një dhuratë që i bëra gruas sime. Kishte vlerë sentimentale. Ishte e vetmja gjë fizike që më kishte mbetur nga ai moment i lumtur. Do ta ktheja, tha ajo shpejt, e dëshpëruar.
Unë vetëm e mora hua, kisha nevojë për para, motra ime është e sëmur dhe. Gënjeshtër, e preu Artani, zëri I tij si një kamxhi. Ai klikoi në një skedar tjetër. Ti nuk e more hua. Ti e vodhe. Dhe pastaj u përpoqe të fajsoje dik tjetër. Regjistrimi I ri filloi të shfaqej. Zonja Irena në lavanderi duke akuzuar Marinën duke vendosur qesen në dollapin e vajzës së re. Guvernantja u rrëzua në karrigen përballë tavolinës, fytyrën në duar. I gjithë qëndrimi I saj autoritar ishte zhdukur, I zëvendësuar nga diçka më e vogël, më patetike. Por prit, tha Artani me një mizori të ftohtë që as vetë nuk e dinte se e zotëronte. Ka më shumë. Ai vuri regjistrimin e fundit. Bisedën telefonike. Fjalët që shfaqeshin me titra në ekran. Duhet të kuptosh. Nëse kjo vajzë fillon të flasë përsëri, nëse ajo shërohet, ai nuk do të ketë më nevojë për mua. Zonja Irena dënesi. Ishte një tingull I lartë, I dëshpëruar. Ajo e pa Artanin me sy lutës. Zotëri, ju lutem, mund ta shpjegoj gjithçka. Isha e frikësuar, unë. E frikësuar? Zëri I Artanit shpërtheu duke kumbuar nëpër muret e zyrës. Ti po sabotoje shërimin e bijes sime sepse kishe frikë të humbisje punën? Nuk është vetëm puna, bërtiti ajo, lotët tani duke I rrjedhur lirshëm. Është e gjithë jeta ime. Unë nuk kam asgjë tjetër, zoti Gashi. Nuk kam familje, nuk kam shtëpitimen, nuk kam askën. Kjo vil është gjithçka që njoh. Pasi zonja Luljeta u largua, mendova se të paktën Sofia do të kishte nevojë për mua. Por pastaj erdhi ajo vajza dhe në pak javë arriti atë që unë nuk e arrita dot në vite. Ajo e bëri Sofin të qeshte. E bëri të fliste. Dhe kuptova se nëse ajo vazhdonte, unë nuk do të isha më e nevojshme. Kështu që vendose të shkatërosh lumturinë e një fëmije 5 vjeçar për të mbrojtur rehatin tënde? Artani u ngrit, duart e mbështetura në tavolinë. Ti e trajtove bien time me ftohtësi, me indiferencë dhe ende pate guximin të vije tek unë duke akuzuar Marinën se ishte zuzare? Nuk dija çfarë të bëja, qante hapur zonja Irena tani. U panikova. Kur pash se si Sofia u lidh me Marinën, kur pash se ajo po kthehej të ishte një fëmijë normal, e dija se ditët e mia këtu ishin të numëruara. Kështu që mendova se nëse Marina largohej, gjërat do të ktheheshin në normalitet. Sofia do të kthehej të më pranonte si të vetmen figurë amtare që kishte. Por ti nuk je një figurë amtare, tha Artani, çdo fjalë e ngarkuar me përbuzje. Ti je një punonjëse. Dhe as këtë nuk arrite ta bësh me ndershmëri. Zonja Irena ngriti fytyrën, lotët ende duke I rrjedhur. Çfarë do të bëni? Çfarë do të bëj? Artani qeshi pa humor. Do të them se çfarë nuk do të bëj. Nuk do të thëras policin, megjithse duhet. Nuk do të padis për vjedhje, megjithse kam çdo të drejtë. E di pse? Sepse bia ime ka vuajtur mjaftueshëm. Nuk dua që ajo të shoh më skandale, më drama, më dhimbje. Kështu që do të jap një shans që nuk e meriton. Ai hapi një sirtar dhe nxori një zarf të trash. Brenda kishte para, më shumë para se sa zonja Irena ndoshta shite në muaj. Nesër në mëngjes, gjëja e parë, do të bësh valixhet dhe do të largohesh nga kjo shtëpi. Do të jap 3 muaj rrogë si kompensim, më shumë se sa meriton. Do të kthesh Gjerdanin, që e di se ende e ke të fshehur në dhomën tënde. Dhe do të zhdukesh nga jeta jonë. Nëse ndonjëherë të shoh përsëri afër Sofis, afër kësaj shtëpie ose afër ndonjë personi të kësaj familjeje, nuk do të hezitoj t'i çoj të gjitha këto regjistrime tek autoritetet. E kuptove? Zonja Irena mori zarfin me duar të dridhura. Ajo e pa Artanin, pastaj parat, pastaj përsëri atë. Unë kur nuk kam dashur ta lëndoj vajzën, përshpëriti ajo. Unë vetëm doja që ajo të kishte nevojë për mua. Por ajo nuk ka nevojë për ty, tha Artani me një finalitet që nuk linte vend për argumente. Ajo ka nevojë për dashuri. Për përkëdheli. Për dikë që e trajton si fëmijë, jo si një barë. Dhe ti kur nuk ishe në gjendje t'ja jepje këtë. Zonja Irena u ngrit ngadalë, zarfi ende në duar. Sytë e saj përshkuan zyrën për herë të fundit, sikur po I jepte lamtumirën. Po Marina? Ajo do të qëndroj? Kjo nuk është puna jote, u përgjigj Artani ftohtë.
por nëse vërtet të intereson diçka përveç vetes, do të shpresosh që po. Guvernantja pohoi në heshtje dhe u drejtua nga dera. Para se të dilte, u kthye për herë të fundit. Zoti Gashi, për gjithçka që vlen, më vjen shumë keq. Vërtet më vjen. Artani nuk u përgjigj. Thjesht ktheu fytyrën duke parë nga dritarja. Dëgjoi derën të mbyllej butësisht dhe pastaj mbeti përsëri vetëm. Zemërimi që e kishte mbajtur gjatë përballjes filloi të shuej, duke lënë në vend të tij një raskapitje të thellë. Ai pa orën. 1:30 e mëngjesit. Pas pak orësh, dielli do të lindte dhe me të do të vinte një ditë e re. Një ditë pa zonjën Irena. Një ditë ku ai do të duhej t'i shpjegonte Sofisë se çfarë kishte ndodhur. Një ditë ku ai do të duhej të bisedonte me Marinën dhe t'i kërkonte falje që e kishte gjykuar aq ashpër. Artani fiku kompjuterin dhe e ruajti USB-n në një kasafort që e mbante të fshehur pas njërit prej librave në rraf. Provë në rast se i duhej në të ardhmen. Më pas, doli nga zyra dhe u ngjit shkallëve drejt dhomës së tij. Por para se të hynte, ndaloi përsëri para dhomës së Sofisë. Hapi derën me kujdes. Vajza ende flinte, por gjumi i saj duke i trazuar. Ajo lëvizte e shqetësuar, duke përshpëritur diçka të pakuptueshme. Artani hyri dhe u ul në cep të shtratit. Me delikatesë i hoqi disa fije floku nga fytyra. Babi do t'i rregulloj të gjitha, princesh, përshpëriti ai. Të premtoj. Sofia nuk u zgjua, por lëvizjet e saj u qetësuan lehtë, sikur edhe në gjumë, ajo e dinte se ai ishte aty. Artani qëndroi aty për minuta të gjata, vetëm duke vëzhguar të bien të flinte. Kur më në fund u ngrit për të ikur, syt i ranë mbi komodinën. Aty ishte një blok vizatimesh. Ai e mori dhe e shfletoi. Faqe pas faqeje me vizatime fëmijërore. Shtëpi, pemë, lule, njerëz. Dhe në pothuajse të gjitha, kishte 3 figura. Gjithmonë 3. Një e gjatë, një mesatare, një e vogël. Ai e mbylli bllokun me kujdes dhe e vendosi përsëri në vend. Doli nga dhoma dhe më në fund shkoi në shtratin e tij, por gjumi nuk i vinte. Qëndroi duke parë tavanin, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur, për gjithçka që duhej të bënte. Kur dielli më në fund filloi të lindte, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz, Artani ishte tashmë në këmbë. Bëri një dush të gjatë dhe të ngrohtë, veshi rroba të përditshme për herë të parë në javë dhe zbriti në kuzhinë. Ishte e premte. Ai do t'i anulonte të gjitha takimet e ditës. Për herë të parë në vite, prioriteti i tij do të ishte e bija, jo puna. Në kuzhinë gjeti Marinën tashmë të zgjuar, duke përgatitur mëngjesin. Ajo u kthye kur e dëgjoi të hynte dhe ai pa habin në fytyrën e saj. Ishte e qartë se ajo nuk priste ta shihte aty, veçanërisht jo të veshur kaq thjesht. Mirëmëngjes, zotëri, tha ajo me zë të ulët, duke kthyer shpejt vëmendjen te kafetiera. Mirëmëngjes, Marina, u përgjigj ai, duke tërhequr një karrige dhe duke u ulur në tryezën e kuzhinës. Diçka që ai kur nuk e bënte. Mund të flasim? Ajo hezitoi, pastaj fiku zjarin dhe u kthye ta shikonte. Sigurisht, zotëri. Së pari, filloi ai, duhet të kërkoj falje. Dje të gjykova pa e njohur situatën e plotë. Të akuzova padrejtësisht dhe lejova që pasiguritë e mia të diktonin veprimet e mia. Marina puliti syt, qartësisht e habitur. Zotëri, unë. Më lër të mbaroj, ai ngriti dorën. I pash regjistrimet e kamerave të sigurisë. Të gjitha. Pash se si e trajtove bien time. Pash durimin, dashurinë, përkushtimin. Pash se si arrite ta prekësh atë në një mënyrë që as unë, asnjë nga specialistët që kam punësuar, nuk arritëm. Dhe pash gjithashtu se çfarë bëri zonja Irena. Si të fajsoi, si gënjeu, si e manipuloi situatën. Lotët filluan t'i formoheshin në sytë e Marinës. Ajo nuk tha asgjë, vetëm priti. Zonja Irena nuk punon më këtu, vazhdoi Artani. Ajo u largua këtë mëngjes dhe nuk do të kthehet. Dhe unë do të doja shumë që ti të qëndroje. Jo vetëm si punonjëse kuzhine, por si dikush që mund ta ndihmojë vërtet Sofin. Marina fshiu lotët shpejt me kurrizin e dorës. Zoti Gashi, unë kur nuk kam dashur të shkaktoj probleme. Kur e pash Sofin për herë të parë, kaq të trishtuar, kaq të mbyllur në vetvete, zemra mu shtrëngua. Unë kam një motër më të vogël.
Ajo ka të njëjtën moshë me Sofin. Dhe nuk mund ta imagjinoja motrën time të vogël në atë gjendje. Kështu që thjesht u përpoqa të bëja atë që do të bëja me të. Të luaja, të bisedoja, të bëja biskota. Gjëra të thjeshta. Dhe funksionoi, tha Artani me një buzëqeshje të trishtuar. Në 3 javë, ti arrite atë që unë nuk e arrita në 2 vjet. Kjo nuk është e vërtet, zotëri, tha Marina shpejt. Sofia gjithmonë ka dashur të kthehet. Ajo gjithmonë ka qenë aty, vetëm kishte nevojë për dikë që të mos e presiononte, që të mos përpiqej ta rregullonte sikur të ishte diçka e prishur. Ajo vetëm kishte nevojë për kohë dhe për dikë që ta donte ashtu siç është. Fjalët e goditën Artanin si një grusht në stomak. Ajo kishte të drejtë. Ai e kishte trajtuar Sofin si një projekt, diçka që duhej rregulluar. Punsoi specialist, bleu libra, ndoqi programe. Por kur nuk ul thjesht në dysheme dhe luajti me të. Kur nuk e mori në prerë pa arsye. Kur nuk këndoi këngë qesharake apo bëri avion me të mbi supe. Ke të drejtë, pranoi ai. Dhe unë kam qenë një baba i tmerrshëm. Jo, zotëri, Marina bëri një hap përpara. Ju nuk keni qenë i tmerrshëm. Ju po vuanit gjithashtu. Të humbasësh dikë që do është e vështirë. Dhe ende të duhet të jesh i fortë për një fëmijë të vogël? Kjo është pothuajse e pamundur. Ju bëtë më të mirën që mundet me mjetet që kishi. Por nuk ishte e mjaftueshme, tha Artani me zë të ulët. Atëherë do të bëjmë ndryshe tani e tutje, Marina buzëqeshi butësisht. Së bashku. Së bashku, përsëriti Artani duke i pëlqyer se si tingëllonte fjala. Ata u ndërpren nga një zhurmë që vinte nga shkallët. Hapa të vegjël dhe të shpejtë. Sofia u shfaq në hyrje të kuzhinës, ende me pijame, flokët të shpupuritur, syt duke kërkuar. Kur pa Marinën, e gjithë fytyra e saj u ndriçua. Marina. Ajo vrapoi drejt vajzës, e cila e mori menjëherë në krah. Mirëmëngjes, princesh, tha Marina, duke i puthur majën e kokës. Sofia u struk në qafën e saj, pastaj e pa të atin me një farë hezitimi. Babi, tha ajo me zë të ulët. Mirëmëngjes, Sofia, u përgjigj Artani, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë pavarësisht emocionit që e pushtoi kur dëgjoi të bien t'i fliste drejt për drejt. Vajza pa përreth. Ku është zonja Irena? Artani dhe Marina shkëmbyen një vështrim. Zonja Irena duhet të udhëtonte, e dashur, tha Artani butësisht duke improvizuar. Ajo nuk do të kthehet. Sofia dukej se po mendonte për këtë për një moment. Ajo ishte e keqe me mua, tha vajza pa pritur, me një thjeshtësi çarmatose. Artani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ishte? Sofia pohoi me kokë. Më jepte ushqim të ftohtë. Thoshte se vajzat që nuk flasin nuk meritojnë ushqim të ngrohtë. Dhe më mbyllte në dhomë kur qaja. Thoshte se isha një bebe e mërzitshme. Çdo fjalë ishte një thikë. Artani duhej të bënte një përpjekje të ndërgjegjshme për të mos treguar zemërimin që ndjente. Marina e shtrëngoi Sofin më fort, sytë e saj të përlotur. Kjo nuk do të ndodhë më kurrë, premtoi Artani, duke u ngritur dhe duke ju afruar atyre. Kur më, princesh? Babi premton. Sofia e pa, duke studiuar fytyrën e tij sikur po përpiqej të vendoste nëse mund t'i besonte atij premtimi. Pastaj, ngadalë, ajo shtriu një dorë të vogël drejt tij. Artani e kapi, duke gërshetuar gishtat e tij me të sajët. Babi do të qëndrojë në shtëpi sot, tha ai. Do të bëjmë diçka të bukur. Çfarë do të bësh? Sofia e pa Marinën, pastaj përsëri të atin. Biskota, pyeti ajo me ndrojtje. Biskota, përsëriti Artani, duke buzëqeshur. Sigurisht. Do të bëjmë biskota së bashku. Dhe kështu filloi ajo ditë. Artani, Marina dhe Sofia në kuzhinë duke bërë biskota. Marina mësonte, Sofia ndihmonte dhe Artani përpiqej të mbante ritmin, i ngathët por i vendosur. Kishte miell kudo, brumë në rroba dhe shumë të qeshura. Veçanërisht të qeshura. Ditët që pasuan ishin ndryshe. Artani riorganizoi agjendën e tij, delegoi më shumë përgjegjësi në punë dhe filloi të vinte në shtëpi më herët. Darkat që më parë ishin të vetmuara tani ndodhnin në tryezë, të tre së bashku. Sofia gradualisht filloi të fliste më shumë, ende e ndrojtur me të atin, por gjithnjë e më e hapur. Marina u bë pjesë thelbësore e rutinës.
Ajo nuk ishte vetëm punonjësja e kuzhinës. Ishte personi që e çonte Sofin në park, që i lexonte përralla para gjumit, që shpikte lojra dhe aventura. Dhe Artani, dal nga dal, mësoj të relaksoj, të linte mënjan ekzekutivin serioz dhe të zbulonte baban që gjithmonë kishte dashur të ishte, por kur nuk e kishte ditur se si. Megjithatë, jo gjithçka ishte lule. Kishte momente të vështira. Net kur Sofia zgjoi duke qarë, duke thirrur të ëmën. Ditë kur vajza kthehej të ishte e qetë, e humbur në mendimet e saj. Dhe në ato momente ishte Marina ajo që dinte saktësisht se çfarë të bënte. Një këngë, një përqafim, një histori. Geste të vogla që bënin gjithë ndryshimin. Artani vëzhgonte nga larg, i admiruar dhe mirënjohës, por gjithashtu gjithnjë e më i vetëdijshëm për diçka që e shqetësonte. Sofia ishte lidhur shumë me Marinën. Shumë. Vajza e ndiqte atë në përgjithë shtëpinë, panikoi kur Marina duhej të dilte për të zgjidhur diçka, dhe flinte vetëm kur Marina e vinte në shtrat. Ishte sikur ajo kishte transferuar të gjithë varësinë që kishte nga ema te ajo vajzë e re. Dhe kjo e friksonte Artanin. Jo nga xhelozia, jo më, por nga frika. Çfarë do të ndodhte nëse një ditë Marina vendoste të largohej? Nëse gjente një punë tjetër, nëse njite dik, nëse thjesht donte të ndiqte jetën e saj? A do ta merrte veten Sofia nga kjo humbje? Apo do të kthehej në mutizmin që e kishte burgosur për kaq shumë kohë? Ai u përpoq të bisedonte për këtë me Marinën një natë, pasi Sofia tashmë flinte. Ata ishin në dhomën e ndenjes, duke pirë çaj. Marina ishte bërë më shumë se një punonjëse. Ishte bërë një besnike, dikush me të cilin ai mund të fliste hapur. E vëre se si Sofia varet nga ty, pyeti ai me kujdes. Marina pohoi me kokë, duke parë filxhanin në duart e saj. Po, zotëri. E vëre. Dhe kjo nuk të shqetëson? Ajo ngriti syt për të takuar të tillë. Më shqetëson. Por në të njëjtën kohë, mendoj se është e natyrshme. Sofia humbi të ëmën shumë herët. Ajo po kërkon një figurë femërore tek e cila të besoj. Me kalimin e kohës, kjo varësi do të zvogëlohet. Ajo do të hapet më shumë edhe me ju, do të bëj miq, do të lidhet me njerëz të tjerë. Po nëse ti largohesh, pyeti Artani, duke verbalizuar frikën që e mundonte. Marina qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Nuk kam ndërmend të shkoj askund, zotëri. Të paktën jo tani për tani. Sofia ka nevojë për mua. Dhe unë, sinqerisht, kam nevojë për të. Artani vuri re diçka në zërin e saj. Një cenueshmëri që nuk e kishte vënë re më parë. Pse ke nevojë për të? Marina hezitoi, pastaj pshertiu. Edhe unë kam humbur dik, zotëri. Nënën time. Ishte 2 vjet më parë, afërsisht në të njëjtën kohë kur ndërroi jetë zonja Lulieta. Kancer gjithashtu. Familja ime u shpërb pas kësaj. Babai im filloi të pinte, vëllezërit e mi u shpërndan. Unë erdha në Tiranë duke kërkuar të rifilloja. Kur gjeta këtë punë dhe njoha Sofin, ishte sikur të kisha gjetur përsëri një qëllim. Të kujdesem për të më ndihmon të përballem me dhimbjen time. Artani nuk dinte çfarë të thoshte. Ai kishte supozuar kaq shumë gjëra për Marinën, e kishte gjykuar kaq shpejt, dhe në fund ajo ishte thjesht një person që përpiqej të mbijetonte humbjeve të saj, ashtu si ai. Më vjen keq, tha ai më në fund. Nuk e dija. Nuk kishte si ta dinit, zotëri. Unë nuk flas shumë për këtë. Ata qëndruan në një heshtje të rehatshme për disa minuta, secili i humbur në mendimet e veta. Marina, tha Artani pa pritur. Po, zotëri. Mos më thirr më zotëri. Të paktën kur jemi vetëm. Emri im është Artan. Ajo buzëqeshi. Në rregull, Artan. Dhe ishte kështu, në atë moment të thjesht, që diçka ndryshoi mes tyre. Një barierë e padukshme ra. Ata nuk ishin më vetëm shef dhe punonjëse. Ishin 2 njerëz që kishin humbur të dashurit e tyre, 2 njerëz që përpiqeshin të ndihmonin një fëmijë të vogël të gjente përsëri gëzimin, 2 njerëz që mësonin se dhimbja e përbashkët mund të bëhet pak më e lehtë. Ditët u shndërruan në javë. Rutina u vendos. Artani punonte në mëngjes, vinte në shtëpi në orën e drekës, kalonte pasditën me Sofin dhe Marinën. Fundjavat ishin të shenjta, të dedikuara tërësisht familjes.
Ata vizitonin parqe, muze për fëmijë, qendra tregtare për të ngrënë akullore. Sofia lulëzonte. Faqet e saj morën ngjyrë, syt i rifituan shkëlqimin, të qeshurat e saj u bën gjithnjë e më të shpeshta. Por pastaj gjithçka ndryshoi përsëri. Dhe këtë herë ishte shumë më keq. Ishte një të martë që gjithçka filloi të shembej. Artani ishte në një mbledhje të rëndësishme në zyrën qendrore të kompanisë, e vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Mbledhja zgjati me orë të tëra, diskutime për bashkime dhe blerje që kërkonin vëmendjen e tij të plotë. Ai kishte premtuar Sofisë se do të arrinte në kohë për darkë, por negociatat u ndërlikuan. Kur më në fund arriti të dilte, ishte kaluar ora 8 e mbrëmjes. Trafiku ishte kaotik si gjithmonë dhe Artani trokiste gishtat me padurim në mbështetësen e krahut, ndërsa zoti Petrit lundronte në përdetin e makinave të ndalura. Mori celularin dhe telefonoi në shtëpi. Marina u përgjigj në zilen e dytë. Përshëndetje, Artan, tha ajo, dhe ai vuri re diçka të çuditshme në zërin e saj. Një tension të fshehur. A është gjithçka në rregull? Pyeti ai menjëherë. Pati një pauzë. Po, është. Sofia është mirë. Vetëm pak e mërzitur sepse nuk arrite për darkë. E di. Jam në trafik. Arri për gjysmë ore maksimumi. A ka ngrënë? Ka ngrënë, por pak. Po të pret ty për t'i lexuar përrallën para gjumit. Artani pshertiu i lehtësuar. Thuaj që babi po vjen dhe se do të lexojmë 2 përralla sot për ta kompensuar. Ai e dëgjoi Marinën të qeshte butësisht. Në rregull. Udhë të mbar. Telefonata përfundoi, por Artani mbeti me një ndjenjë të çuditshme. Kishte diçka në zërin e Marinës që e shqetësonte. Diçka që ajo nuk po e thoshte. U përpoq të telefononte përsëri, por këtë herë askush nuk u përgjigj. Ndoshta ishte e zënë me Sofin, mendoi ai, duke futur celularin në xhep. Kur më në fund arriti në shtëpi, ishte pothuajse ora 9. Vila ishte çuditërisht e heshtur. Dritat e katit të sipërm ishin të ndezura, por nuk kishte tinguj të zakonshëm. Asnjë muzikë, asnjë e qeshur fëminore, asnjë lëvizje. Marina, thiri ai, duke lëshuar çantën në hollin e hyrjes. Asnjë përgjigje. Sofia? Heshtje. Një të ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore. Artani u ngjit shkallëve 2 nga 2, zemra duke i rrahur shpejt. Kur arriti në korridorin e katit të dytë, pa se dera e dhomës së Sofis ishte gjysmë e hapur. E shtyu plotësisht dhe hyri. Ajo që gjeti e bëri të ndalonte befas. Marina ishte ulur në dysheme pranë shtratit, duke mbajtur Sofin në prerë. Vajza ishte mbledhur kruspull në gjoksin e saj, trupi duke ju dridhur nga dënese të heshtura. Marinës i rridhnin lot në përfaqe dhe kur ngriti syt drejt Artanit, ai pa diçka që e tmerroi. Frikë. Çfarë ndodhi? Ai vrapoi drejt tyre, duke u gjunjëzuar pranë. Marina hapi gojen për t'u përgjigjur, por asnjë tingull nuk doli. Ajo vetëm e shtrëngoi Sofin më fort. Vajza u kthye lehtë, e pa të atin dhe pastaj e fsheu përsëri fytyrën në supin e Marinës. Sofia, princesh, çfarë ke? Artani u përpoq ta prekte të bien, por ajo u mblodh edhe më shumë. Atëherë ai e vuri re. Në dysheme, të shpërndara rreth tyre, kishte copa letre të grisura. Artani mori një nga fragmentet. Ishte pjesë e një fotografie. E njohu menjëherë. Ishte një foto e Luljetës. Zemra i ra në fund të stomakut. Çfarë ndodhi me fotot? Marina më në fund arriti të fliste, zëri i saj i ngjirur dhe i dridhur. Ajo po të kërkonte ty donte të tregonte një vizatim që kishte bërë. Hyri në dhomën tënde. Dera e garderobës ishte e hapur. Ajo pa kutin. Kutin. Artani e dinte saktësisht se cilën kuti. Kutin ku ai ruante fotot e Luljetës, kujtimet, objektet personale. Kutin që ai kur nuk ja tregoi Sofis sepse mendonte se ta mbronte atë nga kujtimet do të ishte më mirë se sa ta linte t'i përballonte ato. E hapi, pyeti ai, megjithse tashmë e dinte përgjigjen. Marina pohoi me kokë. I pa të gjitha. Fotot, letrat, objektet. Dhe pastaj filloi të qante. U përpoqa ta qetësoja, u përpoqa t'i shpjegoja, por ajo u trondit plotësisht.
Filloi të griste fotot duke bërtitur se ishte faji i saj, se mami ishte larguar për shkak të saj. Jo, përshpëriti Artani duke ndjerë botën të shembej rreth tij. Jo, jo, jo. Ai u përpoq ta mbante Sofin, por vajza u përpolit me dhunë. Mos më prek, bërtiti ajo. Ti më urren. Ti e mban mamin larg meje sepse ti më urren. Fjalët ishin si plumba. Artani u tërhoq i shokuar. Sofia, unë kurrë. Ti e fsheja atë, vazhdoi vajza, mes dënesash. Ti e mbyll mamin në atë kuti dhe kur nuk më le ta shoh. Sepse unë e vrava atë. Unë e vrava mamin. Jo. Artani pothuajse bërtiti. Ti nuk vrave askënd, Sofia. Mami u sëmur. Nuk ishte faji yt, kur nuk ishte faji yt. Por Sofia nuk po dëgjonte. Ajo e futi përsëri fytyrën të Marina, duke qarë aq fort sa i gjithë trupi i saj i vogël dridhej. Marina e pa Artanin, syt i luteshin për ndihmë, por ai nuk dinte çfarë të bënte. E gjithë përvoja e tij në biznes, e gjithë inteligjenca e tij, të gjitha paratë e tij, asgjë nga këto nuk kishte rëndësi tani. Ai nuk dinte si ta arrinte të bien. Marina, me një butësi të pafund, filloi ta tunte Sofin, duke i kënduar me zë të ulët një minull. Dalë nga dalë, dënesat e vajzës u zvogëluan, jo sepse ajo ishte më mirë, por sepse ishte e raskapitur. Sytë e saj të vegjël filluan të mbylleshin kundër vullnetit të saj, derisa më në fund e zuri gjumi, ende e kapur pas Marinës. Me kujdes ekstrem, Marina u ngrit dhe e vendosi Sofin në shtrat duke e mbuluar me batanie. I puthi butësisht ballin dhe pastaj u kthye nga Artani, i cili ishte ende i gjunjëzuar në dy sheme, i rrethuar nga copa kujtimesh të grisura. Duhet të flasim, tha ajo me zë të ulët. Poshtë. Artani pohoi në heshtje. Mblodhi copat e fotove me duar të dridhura dhe i futi në xhepa. Pastaj ndoqi Marinën jashtë dhomës, duke mbyllur derën në heshtje pas vetes. Në dhomën e ndenjes, Marina u ul rënd në divan, duke kaluar duart nëpër fytyrë. Artani qëndroi në këmbë, i paftë të rinte në vend, duke ecur nga njëra anë në tjetrën si një kafshë e mbyllur në kafaz. Si ndodhi kjo, pyeti ai më në fund. Si e lan të hynte në dhomën time? Marina ngriti sytë dhe kishte diçka në ta që Artani nuk arrinte ta identifikonte. Ajo nuk hyri në dhomën tënde, Artan. Ti e le derën e garderobës hapur. Kutia ishte e dukshme nga jashtë. Sofia kaloi nëpër korridor, e pa dhe hyri. Por unë gjithmonë e mbyll, protestoi ai. Sot në mëngjes ishe me nxitim. Mbledhja u avancua, të kujtohet? More atë dokumentin nga garderoba dhe dole me vrap. I le të gjitha hapur. E vërteta ra mbitë si një peshë. Kishte qenë faji i tij. Në nxitimin e tij për të dalë, në obsesionin e tij me punën, ai kishte lënë të ekspozuar pikërisht atë gjë nga e cila ishte përpjekur më shumë ta mbronte Sofin. E prisha gjithçka, tha ai, duke ndaluar së ecuri dhe duke u lëshuar në një koltuk. Gjithçka po përmirësoi. Ajo ishte e lumtur. Dhe unë e prisha gjithçka. Ti nuk prishe asgjë, tha Marina me vendosmëri. Kjo do të ndodhte në një mënyrë apo tjetër. Sofia duhet ta përpunoj humbjen e së-ës. Nuk mund të shtiremi sikur luljeta nuk ka ekzistuar kurrë. Unë nuk po shtiresha, protestoi Artani. Unë vetëm po përpiqesha ta mbroja. Ta mbroje nga çfarë? Nga kujtimet? Nga ndjenjat? Artan, ti nuk mund ta mbrosh një fëmijë 5 vjeçar nga emocionet. Ato do të ekzistojnë gjithsesi, vetëm se të shtypura, të shtrembëruara, të shndërruara në diçka shumë më të keqe. Artani kaloi duart nëpër flok, frustrimi dhe dëshpërimi duke luftuar brenda tij. Atëherë çfarë të bëj? Çfarë të bëjmë? Ajo mendon se ka vrarë të ëmën, Marina. Si ta përballoj këtë? Marina u ngrit dhe shkoi tek ai, duke u gjunjëzuar para koltukut për të qenë në lartësinë e syve të tij. Ti flet me të. Vërtet. Pa filtra, pa u përpjekur ti zbutësh gjërat. Ti I tregon asaj për luljetën, për sëmundjen, për gjithçka. Fëmijët kuptojnë shumë më tepër se sa mendojmë ne. Ajo që ata nuk kuptojnë është heshtja, sekretet, gjërat e fshehura. Po sikur kjo t'i përkeqësoj gjërat, po sikur ajo të mos e përballoj dot. Do ta përballoj, Marina I kapi duart. Me ty pranë saj, me dashuri dhe durim, do ta përballoj.
por ti duhet të jesh i pranishëm vërtet. Jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Ti duhet të hapesh gjithashtu. Artani i pata sy kafe që ishin bërë kaq të njohur në javët e fundit. Sy që shinin përmes mbrojtjeve të tij që e sfidonin të ishte më i mirë, të ishte më shumë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ai e lejoi veten të ishte i cenueshëm. Kam frikë, pranoi ai, zëri duke ju thyer. Kam frikë të flas për luljetën sepse kur flas, e bën gjithçka reale përsëri. Dhimbja kthehet. Dhe nuk e di nëse mund ta kaloj përsëri. Atëherë mos e kalo vetëm, Marina i shtrëngoi duart. Do ta bëjmë këtë së bashku. Ti, unë dhe Sofia. Një familje. Fjala familje kumbonte në ajër mes tyre. Artani kuptoi se ishte pikërisht kjo që ata ishin bërë. Jo në letër, jo zyrtarisht, por në zemër. Ata ishin një familje. Një familje e thyer, e arnuar, e improvizuar, por gjithsesi një familje. Marina, tha ai me zë të ulët. Po. Faleminderit. Për gjithçka. Që je këtu. Që nuk hoqe dorë nga ne. Ajo buzëqeshi dhe në atë buzëqeshje kishte kaq shumë ngrohtësi, kaq shumë mirëkuptim, kaq shumë dashuri, sa Artani ndjeu diçka brenda tij të lëvizte. Diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Diçka që e friksoi dhe e ngushëlloi në të njëjtën kohë. Para se të mund ta analizonte shumë këtë ndjenjë, një klithmë çau ajrin. Sofia. Ata vrapuan shkallëve lart. Hynë në dhomë dhe gjetën Sofin të ulur në shtrat, sytë të zgurdulluar nga tmerri, duke bërtitur për Marinën. Vajza vrapoi drejt saj duke e marrë në krah. Gjithçka është në rregull, jam këtu, pëshpëriti Marina duke e tundur vajzën. Por Sofia nuk qetësoi. Klithmat u shndërruan në qarje histerike. E pash atë, thoshte vajza mes dënesash. E pash mamin. Ajo po më thërriste. Donte që unë të shkoja me të. Ishte vetëm një ëndër, princesh, përpiqej ta qetësonte Marina. Mami nuk po të thërret. Po më thërret, këmbënguli Sofia, sytë të ngulitur në diçka që vetëm ajo mund ta shite. Ajo është atje, ja. Po më thërret. Artani ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Sofia po kishte halucinacione? Kjo ishte serioze. Shumë serioze. Ai mori celularin gati për të telefonuar mjekun, por Marina e ndaloi me një vështrim. Sofia, tha ajo butësisht por me vendosmëri. Më shiko mua. Vetëm mua. Vajza me ngurim e largoi vështrimin nga cepi bosh i dhomës dhe u përqendrua te Marina. Mami nuk po të thërret, vazhdoi Marina. Sepse mami të do shumë dhe dëshiron që ti të qëndrosh këtu me njerëzit që të duan. Me babin. Me mua. Mami nuk dëshiron që ti të shkosh. Ajo dëshiron që ti të jesh e lumtur. Por unë e vrava atë, ankoi Sofia. Unë isha e keqe dhe ajo iku. Atëherë Artani lëvizi. Ai u ul në shtrat pranë Marinës duke e detyruar Sofin ta shikonte edhe atë. Sofia, tha ai, dhe zëri i tij doli më i prerë se sa priste. Dëgjoje babin tani. Ti nuk e vrave mamin. Mami u sëmur shumë. Kishte një gjë të keqe brenda saj që mjekët nuk arritën ta hiqnin. Nuk ishte faji yt, nuk ishte faji im, nuk ishte faji i askujt. Ndonjëherë njerëzit sëmuren dhe mjekët nuk arrin t'i shërojnë. Dhe kjo është shumë e trishtueshme, por nuk është faji i askujt. Por nëse unë do të isha një vajzë më e mirë, tha Sofia, lotët duke i rrjedhur, ndoshta mami do të kishte luftuar më shumë. Ndoshta ajo do të kishte qëndruar. Artani ndjeu lotët e tij t'i digjnin syt. Oh, princesh. Mami luftoi me gjithë forcat. Ajo luftoi aq shumë, sepse të donte më shumë se gjithçka në botë. Por ndonjëherë, pavarësisht se sa luftojmë, nuk arrijmë të fitojmë. Dhe nuk është sepse nuk duam mjaftueshëm. Është sepse disa betejë janë më të mëdha se ne. Atëherë nuk ishte faji im, pyeti Sofia, një shpresë e brisht në zë. Nuk ishte faji yt, përsëriti Artani, këtë herë duke e marrë të bien në prehër, duke e hequr nga krahët e Marinës. Sofia qëndroi e ngurt për një moment, por pastaj e lejoi veten të relaksohej në gjoksin e tij. Kur nuk do të jetë faji yt. Dhe mami të do ajo gjithmonë do të doj, pavarësisht se ku është. Babi më do gjithashtu, pyeti Sofia me zë të ulët, aq ulët sa ai mezi e dëgjoi.
Më shumë se gjithçka në botë, u përgjigj ai duke e shtrënguar fort. Më shumë se gjithçka në botë, princesh. Ata qëndruan kështu për minuta të gjata. Artani duke mbajtur Sofin, Marina e ulur pranë tyre, dora e saj e mbështetur butësisht në shpinën e vajzës. Dalë nga dalë, Sofia u qetësua përsëri. Frymëmarrja e saj u bë më e rregullt, trupi i saj u relaksua. Babi, tha ajo pas një farë kohe. Po, princesh. Mund të më tregosh për mamin? Si ishte ajo kur e njohe? Si u bë të miq? Artani e pa Marinën, e cila pohoi me kokë inkurajuese. Ai mori frymë thellë dhe filloi. E njoha mamin tënd në një festë. Ishte ditëlindja e një shoku. Isha i mërzitur, doja të ikja, kur ajo hyri në dhomë. Dhe ishte sikur dielli të kishte lindur brenda shtëpisë. Sofia u rehatua më mirë, duke dëgjuar me vëmendje. Dhe pastaj? Dhe pastaj shkova të flisja me të. Por isha shumë i ngathët. U pengova në këmbën time dhe i derdha lëng në këmishë. Sofia qeshi lehtë. E bëre këtë? E bëra, Artani buzëqeshi me kujtimin. Dhe në vend që të zemërohej, ajo qeshi. Ajo e qeshura e saj që ndriçonte gjithçka. Dhe tha se të paktën tani kishte një justifikim për të ikur nga ajo festë e mërzitshme. Edhe ajo e mendonte festën të mërzitshme, pyeti Sofia. E mendonte. Kështu që ikëm së bashku. Shkuam të hanim akullore në akulloren e lagjes. Dhe biseduam gjithë natën. Për gjithçka. Për ëndrat, për frikërat, për atë që donim nga jeta. Dhe çfarë donte mami? Artani ndjeu një nyje në fy. Ajo donte të ishte e lumtur. Donte të kishte një familje. Donte të kishte një vajzë të vogël të bukur që të mund ta donte dhe të kujdesej për të. Dhe pastaj linde ti, dhe ajo tha se kishte gjithçka që kishte ëndërruar ndonjëherë. Edhe unë dua ta kujtoj atë, tha Sofia. Mund t'i shoh fotot? Ato që nuk i grisa? Sigurisht që mundesh, premtoi Artani. Nesër do të ulemi së bashku dhe do t'i shohim të gjitha fotot. Dhe unë do të tregoj histori për secilën prej tyre. Dhe Marina mund të qëndroj gjithashtu, pyeti Sofia duke parë vajzën. Marina buzëqeshi. Sigurisht që qëndroj. Sofia duke e kënaqur me këtë përgjigje. U rehatua më mirë në krahët e të atit dhe mbylli sytë. Këtë herë, kur e zuri gjumi, ishte një gjumë i qetë. Artani vazhdoi ta mbante atë për një kohë të gjatë pasi e zuri gjumi. Marina u ngrit në heshtje për të dalë nga dhoma, por ai i kapi dorën. Qëndro, i kërkoi. Të lutem. Ajo hezitoi, pastaj pohoi me kokë. U ul përsëri në shtrat, këtë herë më afër tij. Ata qëndruan kështu në heshtje, thjesht duke ekzistuar në atë moment. Artani duke mbajtur Sofin, Marina pranë tij, të tre së bashku në mes të stuhisë. Ishte Marina ajo që më në fund e theu heshtjen. Çfarë po ndjen? Artani mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Frikë. Lehtësim. Faj. Të gjitha në të njëjtën kohë. Faj pse? Që nuk e bëra këtë më parë. Që ja fsheha luljetën. Që mendova se heshtja ishte mbrojtje. Ti bëre atë që mendoje se ishte më e mira në atë kohë. Nuk mund ta ndëshkosh veten për këtë. Por duhet ta dija më mirë, këmbënguli ai. Unë jam babai i saj. Duhet ta kuptoja se po bëja gjithçka gabim. Marina u kthye për ta parë drejt për drejt. Artan, do të dish se çfarë mendoj unë? Mendoj se ti je babai më i përkushtuar që kam parë ndonjëherë. Bëre gabime? Po. Por kur e kuptove, ti ndryshove. Ti u hape. Ti je këtu tani, duke mbajtur të bien, duke qenë babai që ajo ka nevojë. Kjo është ajo që ka rëndësi. Ai buzëqeshi me trishtim. Kur u bëre kaq e mençur, kur humba nënën time dhe mu desh të mësoja se jeta është shumë e shkurtër për pendime. Çdo ditë është një shans i ri për të bërë më mirë. Dhe ti po bën më mirë. Artani e pa Sofin që flinte në krahët e tij. Vajza dukej kaq e vogël, kaq e brishtë. Por ai e dinte se ajo ishte më e fortë se sa dukej. Duhej të ishte. Ajo i kishte mbjetuar humbjes së së-ëmës, mutizmit, zonjës Irena, gjithçkaje. Dhe po kthehej. Ngadalë, me ulje ngritje, por po kthehej.
Po ti, pyeti ai papritur. Si po e përballon gjithë këtë? Marina puliti sytë e habitur. Unë? Po. Kjo nuk mund të jetë e lehtë as për ty të kujdesesh për një fëmijë të traumatizuar, të përballesh me një shef që nuk dinte se çfarë po bënte, të dëshmosh gjithë këtë kaos. Ajo qëndroi në heshtje për një moment. Sinqerisht, kjo më shpëtoi. Të shpëtoi? Ajo pohoi me kokë. Pasi nëna ime ndëroi jetë, isha e humbur. Nuk dija kush isha pa të. Erdha në Tiranë duke ikur në të vërtetë. Duke ikur nga kujtimet, nga dhimbja, nga gjithçka. Dhe pastaj gjeta këtë punë dhe njoha Sofin. Dhe për herë të parë që kur humba nënën time, ndjeva se kisha përsëri një qëllim. Të kujdesem për të më ndihmoj të shëroja plagët e mia. Artani studioi fytyrën e saj. Në gjysmë errësirën e dhomës, e ndriçuar vetëm nga drita e natës së Sofis, Marina dukej pothuajse eterike. Kishte një forcë të heshtur tek ajo, një qëndrueshmëri që ai e admironte thellësisht. Dhe kishte diçka tjetër. Diçka që ai nuk arrinte ta emërtonte, por që i bënte zemrën të rrite më shpejt sa herë që ajo ishte afër. Marina, filloi ai, pa qenë i sigurt se çfarë do të thoshte. Por ajo i vuri një gisht në buzë, duke e heshtur. Jo tani. Tani duhet të përqendrohesh te Sofia. Ti ndihmosh asaj të shërohet. Pjesa tjetër mund të presë. Ajo kishte të drejtë. Si gjithmonë. Artani pohoi me kokë dhe Marina u ngrit për të ikur. Këtë herë ai nuk e ndaloi. Ajo ndaloi te dera, pa prapa për herë të fundit, buzëqeshi butësisht dhe pastaj doli. Artani mbeti vetëm me Sofin. Ai e vendosi me kujdes përsëri në shtrat, e mbuloi me batanie dhe u ul në karrigen pranë. Nuk do ta linte vetëm këtë natë. Nëse ajo zgjohej përsëri me makthe, ai do të ishte aty. Dhe ndërsa vëzhgonte të bien të flinte, Artani bëri një premtim të heshtur. Ai do të ishte më i mirë. Jo vetëm si baba, por si person. Ai do të përballej me dhimbjet e tij, frikrat e tij, demonet e tij. Për Sofin. Për veten e tij. Dhe, megjithse nuk donte ta pranonte ende, edhe për Marinën. Sepse ajo kishte të drejtë. Ata ishin një familje. Një familje e çuditshme, jo konvencionale, por një familje. Dhe familjet mbrojnë njëra tjetrën. Familjet përballojnë stujt së bashku. Dhe familjet, pavarësisht se sa të thyra, gjithmonë mund të shërohen. Nëse kanë mjaftueshëm dashuri. Dhe dashuria ishte e vetmja gjë që atyre nuk u mungonte.